Një ditë pas ngjarjes së rënë në tapizë të Krujës, ku një grua 42 vjeçare hodhi foshnjën e saj në lum pas lindjes në shtëpi, policia ka marrë në pyetje vajzën e saj të madhe 22 vjeç dhe bashkëshortin e saj. Krimi u zbulua kur 42 vjeçaria Leta Koçi shkoi në spital të merrte ndihmën e nevojshme mjekësore dhe aty ka treguar se kishte bërë lindje në shtëpi, por me arsyetimin se foshnja kishte lindur pa shenja jete, ajo e kishte mbështjellë trupin e qese dhe më pas e kishte hedhur në lum. Pas rrëfimit të saj, policia shkoi në vendngjarje dhe pas disa orësh kërkime gjeti trupin e foshnjës në qesen e plerave. Të pyetur nga hetuesit si bashkëshorti dhe vajza e saj e madhe kanë dhënë dëshmi kontradiktore, pasi në fillim e kanë mohuar që nëna e 5 fëmijëve ishte shtatzën. Policia dyshon se vajza e madhe e gruas ka marrë qesen me foshnjën dhe ka hedhur në lumin e tapizës, por ajo ka deklaruar se nuk ka qenë në dijeni se çfarë kishte brenda saj. 42 vjeçaria tashmë është në komisariat e akuzuar për vrasje të foshnjës. Shkaki i ngjarjes besohet të jetë bërë gjendja e vështirë ekonomike dhe diferenca e madhe me fëmijët e tjerë, por nuk përjashtohet mundësia e një traume pas lindjes.